Një incident i rënd është regjistruar mbrëmjen e së martës në Fier, ku agent të Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcave operacionale janë përplasur me njerëz të afërt të ish-kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Hetuesit e BK-s ndodheshin në qytetin e Fierit në një operacion top secret në kuadër të hetimeve për disa subjekte, duke përdorur dron për vëzhgime në terren. Mësohet se në një moment droni ka ndaluar mbi bizneset e familjes Kaplanaj në aksin rrugor Fier-Patoz. Kjo ka shërbyer si shkak që niprit e Kaplanajt të përplasen verbalisht dhe më pas fizikisht me agjentët e BK-s. Ngjarja është regjistruar rreth orës 19:20, ndërsa agjentët e BK-s po zhvillonin hetime në terren. Sipas policisë, shërbimet operacionale dhe hetuesit e BK-s janë goditur për shkak të detyrës nga disa persona, 3 prej të cilëve u arrestuan më vonë. Në pranga përfunduan Ledian dhe Claudio Kaplanaj, nipërit e ish-kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj, si dhe Gerald Kolçaku, punonjës i kompanive të Kaplanajt. Në një reagim zyrtar, SPAK bën të ditur se hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e policisë janë sulmuar pa asnjë motiv nga personat e arrestuar, duke theksuar se të gjitha veprimet e ndërmarra nga BK-ja janë në përputhje me ligjin dhe nën vëzhgimin direkt të prokurorëve të posaçëm. Ish-kryebashkiaku Kaplanaj, i pyetur nga News 24, jep një tjetër version për ngjarjen, duke pretenduar se agjentët e BK-s kanë ofenduar punonjësit e kompanisë dhe se kishin shkuar në zonë me pretendimin se do të blinin një pronë, gjë që i krijoi atij dyshime se bëhej fjalë për një grup kriminal. Mendova se kishim të bënim me grupe kriminale, ndaj zbrita për të shkuar në polici dhe të bëja kallëzim. Drejtori njoftoi edhe njerëzit e familjes, niprit e mi. Shikoni se një makinë me këtë targë erdhi na shau, na kërcënoi. Nga verifikimet rezultoi se targa nuk ishte e regjistruar, nuk figuronte në emër të askujt. Kaplanaj thot gjithashtu se agjentët kanë nxjerrë armën dhe kanë kërcënuar niprit e tij. Në momentin që arrim policia, këta persona u prezantuan se kush ishin, pra u sqaruan se ishin pjesë të strukturës së BK-s. I than policisë se na kanë penguar, na kanë zënë rrugën, shoqërojeni. Djemti kanë prerë rrugën makinës, kanë qenë në hyrje të qytetit duke ecur ngadalë. Në atë moment agjentët kanë dalë nga mjeti i tyre, kanë kërkuar sqarime përse na keni zënë rrugën, mbas edhe janë shtyrë me njëri tjetrin. Nuk di të them se nuk kam qenë prezent atje. Kjo goditje vjen në kohën kur hetuesit e BK-s dhe forcat operacionale janë shpërndarë në 12 qarqe për hetimin e krimit zgjedhor. SPAK po zhvillon hetime për shitblerje të votës, intimidime të votuesve apo premtimeve për favore të ndryshme për subjekte të caktuara politike.